Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së peshqive. Do bëjmë leximin e radhës që shikoni jam në Kosovë për pushime, por dhe edhe këtu do bëjmë leximet. Po fillojmë me 5 të scrolls që quhet ndryshe konflikte mendore, fjalë, përplasje. Më shumë do të thosha po është me bet ju të dashur. Por përballesh me ndoshta me situata ku ka keq kuptime, tensione, po fjalë të hidhura. Kujdes, mos u fut në lojra mendore me të tjerët. Ruaj qetësinë dhe mos lejo që dramat e tjerëve të ndikojë tek ty. Apo nëse ka të bëjë me konflikte me veten e juaj duke u përplasur me mendime të dashur peshqi, duhet të lejoni që t'i largoni sa më shpejt që është e mundur. 7 të gurit, çdo gjë që po punon po rritet ngadalë dhe je duke humbur durimin të dashur peshqi. Por mos e bëj. Mos e humb durimin pra, nga që kjo letër të thotë që përpjekjet po japin frute, por rezultatet kërkojnë kohë. Ki besim në procesin tënd. Çfarëdo që është një paqartësi, një konflikt me veten, sikur asgjë s'po më del ashtu siç dua, asgjë s'po më jep me punën që po bëj, sikur s'kam rezultate dhe kjo je duke manipuluar veten tënde nga që po shikoj edhe djallin kam këtu Bellarosa në këtë grup quhet, dikush po përpiqet, mund të jeni ju, të luaj me mendjen tënde e juaj. Mund të jetë një lidhje toksike, një zakon i dëmshëm apo një mënyrë e gabuar mendimi që të mban të lidhur. Është kohë të dashur peshqi që të çlirojeni nga kjo. Mos jep fuqi atyre që përpiqen të kontrollojnë. Mos jep fuqi mendimeve të negative. Pra, dhe këtu kemi 5 të spirales që thot jeni një periudhë ku vërtet po përballesh me sfida, luftra të mbrëmshme ose dhe përplasje me të tjerët të dashur peshqi. Mos harro, kjo është një betejë që po të teston apo po teston forcën tënde. Je e zgjuar, mos u fut në luftë që nuk të sjell fitore. Do thotë gjitha këto nuk ja vlen bara qiran. Të dashur peshqi, dikush pra ose diçka po përpiqet të fusë në lojra, manipulime ose drama, mos u bëj pjesë e tyre. Ruaj energjinë, përqendrohu tek puna dhe procesi yt. Rezultatet do vinë me durim dhe këmbgulje. Do vinë se s'bën. Këtu sado që po punoni mendonin që s'do sjell, po do sjell atë siguri, atë fitim, atë benefit, ta quaj ashtu. Ruaj energjinë, përqendrohu tek puna dhe procesi juaj. Rezultatet do vinë me durim dhe këmbgulje. Çlirohu nga çdo varësi, zakon apo lidhje toksike që të mban peng. Fitoria është tek mençuria jote, jo tek lufta me botën, apo një luftë që nuk të jep kurrë fitore.